Demokrat, mirëmbrëma doktor Berisha, mirëmbrëma drejtues Partisë Demokratike e çdo kush që gjendet në shesh apo na ndjek nga ekrani. Unë jam Irakli Pina, anëtar i kryesisë së Forumit Rinor të Partisë Demokratike. Për një kohë të gjatë, më tepër pas zgjedhjeve lokale të 2023-shit, kam pasur dilemën nëse duhet të vazhdoj të merrem me politikë ose jo. Nëse duhet të vijoj angazhimin tim ose jo. Hera herë si çdo kush këtu jam lodhur. Jam mërzitur, madje edhe i pata premtuar vetes të bëj një hap pas. Por së fundmi e kam shkelur këtë premtim timin sepse kam filluar të logjikoj ndryshe. Kam filluar të kuptoj se aksioma e heshtjes si pohim mua nuk më përfaqëson. E për këtë shkak kam zgjedhur të flas për të qenë përballë qeverisë si çdo ditë time, por edhe duke e parë në sy realitetin e të flas brenda familjes time politike. Por të mos bërë të pakënaqurin në organizime paralele, as të indinjuarin se zëri ndryshe nuk dëgjohet. Angazhimi im politik është një mision shpirtëror që prevalon mbi ankesat dhe më fisnik se fjalët pas shpine. Ndaj zgjedh të flas këtu, bashkë me ju, bashkëudhëtarët e mi të çdo dite. Do përpiqem të jemi sintetizuar, pa korniza i drejt për ato që sipas meje nuk funksionuan pas rithemelimit tonë. Bashkimi në diversitet jo si tezë, por si qasje dhe figurat politike të ardhura prej tij, nuk u përqafuan nga demokratët e aq më pak nga qytetarët. Dështuam në zbatim. Edhe sot e gjykoj të gabuar imponimin kundrejt demokratëve të disa figurave të papëlqyera mes nesh. Madje e gjej krejt pavend gradimin e tyre në pozita drejtuese brenda PD-s apo grupit parlamentar. Shkelmuam pa kuptim procesin që vetë pompuam aq fort si shembull të demokracisë së brendshme, primare. Ju morëm hakun disa prej më të votuarve. Koncepti i demokratëve monark pas Karrigës, sidomos Karrigës opozitare, nuk i shkon PD si koncept. Çdo kush ka një cikël politik. Të gjithë jemi të zvendësueshëm dhe PD por i ciklon, nuk por i gjeneron breza. Ndaj dhe frutet e saj morën në rezultatet zgjedhore. Më e rënda dhe e fundit e kësaj diagnoze ka të bëjë me sjelljen tonë politike pas 11 majit. Aty ku ne nuk guxuam të bëhemi bashkë, të ulemi, të analizojmë e të reformohemi seriozisht, ta shohim njëri tjetrin në sy dhe të ngrihemi mbi baza të shëndosha, të sinqerta, gjithëpërfshirëse. Dua të them në këtë shes se ne nuk kemi nevojë për aleat fiktiv për krah. Koalicioni jo nuk mund të ndërtohet me veglën personale të Erion Velia që nga protesta studentore e vitit 2018, Arlind Qori. Koalicioni jo nuk mund të ndërtohet me partitë e atij që për turpin dhe çmendurin tonë përbashkët u bë avokat populli dhe para 11 majit ishte kundërshtar Joni betuar. Koalicioni jon s'ka pse të jetë dikush që ngro karrige në trotuar e as dikush që mbledh firmat në çadër për asgjë. Koalicioni jon janë fillimisht të djathtë tradicional. Ata demokratët që prodhuan mbi 500.000 vota bio pa sigël, pa logo e pa vul. Koalicioni jon janë ata qytetarët e pa angazhuar që ju referohemi si elektorat gri, ama duhet të reformohemi ne për të trokitur në ata hambar votash. Koalicioni jon janë ata që ndajnë të njëjtat bindje me ne, por ne nuk jemi politikisht të besueshëm për të na u bashkuar. Për këtë duhet punojmë, për këtë duhet synojmë. Koalicioni jon janë profesionistët, bizneset, të rinj, ato forca politike tradicionalisht të djathta. Me ta kemi ndarë opozitën, me ta të ndajmë çdo hap tonin. Koalicioni jon nuk ka nevojë për emra partish, ka nevojë për zemra qytetarësh. Unë gjykoj se qeveria Rama e ka përfunduar ciklin e saj politik. Skandalet e vjellit e tyre flasin më shumë se çdo fjalë e jona sot në shesh. Sytë dhe veshët qytetarët i kam të hapur, ama po aq të hapur i kam dhe ndaj alternativës tonë, drejt një hapi të madh që të gjithë neve duam. Për ta përmbyllur, me shumë respekt do t'ju drejtoj një thirrje personale juve doktor. Mos i besoni produktit importit, nga do të vinë ata. Është produkti kalbur, do lolëzonte aty ku ishte nëse do ishte i mirë. Mos i besoni kapërcimeve politike të çdo lloji, mos i besoni kameleonëve. Besojini produktet made in Partia Demokratike. Besojini të rinjve dhe të rejave që e kanë lënë vitet më të bukura të tyre në sheshe protestash. Besojini vlerave dhe njerëzve të papërlyer, profesionistëve më të mirë të këtij vendi. Besojini një brezi të ri politikanësh, pa mëkate, me duar të pastra, zemra të bardha e shpirt të lirë. Besojni formimet e atyra mira të rinjve ekselent që kanë Partinë Demokratike. Besojni gjeneratës së re. Bëhuni ju garanti i këtij procesi transformues dhe historia do ju jetë mirënjohëse. E së fundmi do ta mbyll vetëm me një fjali. Partia Demokratike është bashkimi i mira zemrave që se braktisën edhe kur u lënduan prej saj. Gjaku i atyre që nuk u larguan edhe kur u tradhtuan. Faleminderit.